Ka ndëruar jetë në moshën 82 vjeçare aktori mirënjohur Fitim Makashi, babai i këngëtarit Redon Makashi. Ai ishte një figurë e rëndësishme e teatrit e kinemas shqiptare, duke lënë pas një trashëgimi të vyer artistike. Kush ishte Fitim Makashi? Ai lindi 10 prill 1944 në Gjirokastër. Në vitin 1963 nisi studimet në Institutin e Arteve për aktor dhe ka mbaruar në vitin 1967, ndërsa u emërua edhe pedagog. Karrierën si aktore filloi në vitin 1967 me filmin Dueli i Heshtur, duke vazhduar me filma të tjerë si Prita, Një sit i Gueril, Ndërgjegja, Rrugica që kërkonin diell, Në fillim të verës e të tjerë. Filmografia e Makashi: Vdekja e Kalit 1992, Shpella e piratëve 1990, Tre njerëz me guna 1985, Gjurmë në kaltërsi 1981, Intendenti 1980, Nga mesi i errësirës 1978, Ilegalët 1976, Në fillim të verës 1975, Rrugica që kërkonin diell 1975, Ndërgjegja 1972, Prita 1968, Dueli i Heshtur 1967. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.